Deri në 700 euro i ka kushtuar Kosovës transporti për 1 megawatt-orë energji në fund të vitit të shkuar, pa përfshirë çmimin e energjisë. Kjo ka ndodhur shkaku i bllokimit të linjave interkonektive nga Serbia. Problemet e njëjta kanë vazhduar edhe si vjet kur importi u rrit në vlera rekorde. Një ditë më parë, kur Kosova mori kryesimin e Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë, u mor vendim për hapjen e rastit ndaj Serbisë. Për vendimin njoftoi Ministrja në Detyrë e Ekonomisë Artane Rizvanolli. Serbia obligohet që deri me 1 korrik të vitit 2026 më së largu të hap linja dhe të liroj tregtimin në linjat interkonektive me Kosovën, që do të përmirësoj sigurinë e furnizimit dhe do të ketë ndikim në uljen e çmimeve të kapaciteteve interkonektive. Shqetësimet nga Rizvanolli u paraqiten edhe brenda mbledhjes së Këshillit. Duhet të pranojmë se pengesa më kritike që kërkon veprim urgjent është vazhdimi i bllokimit të linjës së transmisionit Kosovë-Serbi nga EMS. Kjo duhet të trajtohet si një çështje me prioritet të lartë për tregun rajonal, për shkak që si pasojë e kësaj deri në 600 megawatt kapacitet në kufirin Kosovë-Serbi mbeten të pashfrytzueshme për shkëmbime komerciale, duke minuar drejt për drejt integrimin e tregut dhe sigurinë e furnizimit. Si ilustrim, Rizvanolli përmendi datën 2 dhjetor 2024, kur çmimi i kapacitetit të transmisionit u rrit në 701 euro për megawatt-orë. Problemet me bllokim të linjave nga Serbia janë evidentuar ndër vite edhe në raportet e zyrës së rregullatorit për energji. Energjia elektrike që ka importuar Kosova ka ardhur kryesisht përmes Malit të Zi, ndërsa linjat me Serbinë janë të bllokuara. Si pasojë e rritjes së kostos së importit të energjisë gjatë 2024-s, çmimi i tarifave të energjisë u rrit për 16.1% nga 1 maj i këtij viti. Rritja e importeve të rrymës, rënja e prodhimit vendor dhe shtimi i konsumit kanë rritur pasigurinë energjetike dhe ekspertët kanë paralajmëruar rritje të mundshme të tarifave edhe në vitin 2026.